Edhe kështu që fillova me këtë biznes, për burrin i shumë e vështirë. Nuk mujke me pranu që unë me uftu, me ardhën Kosovë, edhe atëre thash, unë du me ba këtë punë. Sakrificë e madhe është për një gru shqiptare, e cila gru në gratë jena mësu me ingu burat s'kena qare. Bravo. Edhe zakonisht i një gratë kur dalën për televizion e thonë jam ka për krah burri, më ka për krah burri, më ka për krah. Jo, për këtë pjesë nuk ka për krah burri. Ja ke dalë vetë? Vetë ja kom dalë. Edhe burri e din mirë këtë pjesë, edhe pranon gjithë, aje pranon që unë jam kona ajo që kam luftu shumë, edhe gjithë më thetë, ti ke ba këtë punë se unë kur se kësha ba. A disa e fështirë ka në fillimi, mos me di qka është një analizë kuantike edhe me ardhë me një laptop thjesht ta shpisha një aparat, se për njerëzit tonë gjithë shka e ri, se ju e dini me njerë nga fillojnë ama ta analizat e gjaku. E gjaku të po, me rengena, me ultrazona. Me ato procedurat, ati që shkojnë edhe u kanë për ata dhe për burin ta mu, më ka thanë gjithmonë, hej, ma se s'kem ja dalë. E kom thënë, unë kam ja dalë. Edhe di atë rrugën tam, ku kam ja dalë. Se unë gjithmonë e kom pas Antigonë, gjithmonë i kam shkru gjanat e mija, qëllimet e jetës. Edhe gjdo herë që e kom arrit një qëllim, kom thënë nuk kry këtë qëllime. Unë do të shkaj tjetër. Edhe nuk e kom këthy mra pa shpinë ma. Edhe ku me ditë edhe pse gjithë jenë konë. Shumë interesante kjo pjesa se si ke ka përcy, dhe më thënë, në zakonisht për i dhimbjes madhe, vendosi me ndryshu vetën, edhe me marrë kohje tjetër njëtë. Normal. Edhe ti me humbje në vajzës, e ke hupë vetën, në fakt. Me vajzën të anë ka vdek edhe një pjesë e jotja. Edhe ti ke vendos me riformu vetën, edhe me marrë në dorë situatën. Rrugë e cila nuk ka qenë e letë, sigurisht. Nuk është e letë, shumë e vështirë ka qenë. Edhe për krahje nuk ketë pas. Zero. Për e gjitha ondësh. Jo vetëm ka pjesa burit tam, se tash edhe ka familja jam, e vetë mja ka qenë motra jam, që ka qenë krahi jam. Edhe ajo, nësë normal, edhe nana jam, ajo është nga tjetër në botë, se nana t'i dojna shumë, edhe ajo ka qenë femë shumë e fortë, se edhe ajo ka luftu shumë, edhe vetëm një fjallë ma tha, ma la amanet, ta mu së ndalë. Mu s'ka bo më ndalë. Momentin kur është largu nga kjo jetë? Po, para vdekjes. Para vdekjes nana më tha, jo, mu së ndalë. Se e pajke që nuk kam për kraje, për kërkojt, nuk isha kërkojt. Se ishë një punë që nuk muj ke kërkush me kuptu, po unë e kuptesha se unë shkojsha në shkollë, unë e pajsha gjana se qysh po shkojnë, qysh po shërohen njerëzit. Edhe atër ishtë një vendosja jam të 100% që çdo njeri që tu